Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi sot në podcastin Gjeokult po dhe aktualitet të brendshëm dhe jam këtu me të ftuarin e zakonshëm zotin Kastriot Çipi. Para se të filloj bisedën shumë interesante me të, doja t'ju kujtoja të gjithë atyre që yn në kanalin ton dhe ende nuk janë abonuar nga rrjetet sociale, nga linkjet që edhim ne poshtë e përpjet, të bëjnë një abonim aty, një subscribe për të bërë antar dhe të marrin njoftimin sa herë që ne edhim një emision. Falenderoj gjithashtu dhe sponsorët e emisionit ton, të cilët vazhdimisht do të shfaqen në ekran ton, në ekran, të cilët ofrojnë mallra dhe shërbime cilësore dhe janë të përzgjedhur prej nesh, prej një morie më të gjerë ofertuesish që kanë ardhur këtu në studio. Njëkohësisht dua t'ju kujtoj që ne kemi dhe një gazet online që quhet okult.org. Mund ta kërkoni në Google dhe aty do t'i gjeni edhe videot tona të hedhura të emisionit, por edhe shumë lajme dhe njoftime specifike nga ato që ne e kemi zakon të bëjmë, pra nga ato të undergroundit, se mos harroni asnjëherë se që icebergu në historisë nuk e shtyn era që lot me kapuçin, por e shtyn ujërat e padukshëm. Icebergu ka 5 të shtatat poshtë dhe 2 të shtatat sipër. Njerëzit kujtojnë se e shtyn era që lot me kapuçin. Jo, e keni gabim. E shtyn ujërat që janë të padukshme. Dhe ne prandaj jemi këtu që të zbulojmë cilat janë ato ujëra dhe ju që nuk keni kohë të gjatë të merreni me këto punë, mund t'i përfitoni dijet tona shumë kollaj. Ne ju japim një dritare, pastaj ju keni të drejtë të mendoni me mendjen tuaj, sikush varet prej këmbëve të veta. Gjithashtu ju kujtojmë atyre që na ndjekin jashtë Shqipërisë, po dhe këtu në Shqipëri që kanë ardhur nga emigracioni, fëmijët që duan ta mësojnë më mirë shqipen ose nuk e kuptojnë shumë mirë shqipen atje ku janë, por duan të dinë se çfarë bëhet këtu në këtë cep të vogël të globit ku kanë lindur të parë e tyra, po dhe vetë ata mund të kenë lindur dhe kanë ikur të vegjël. Sot ofrohet dhe varianti që nga videot që fliten në gjuhën shqip mund të titrohen dhe ju të merrni ekstraktin atyre që ne themi dhe të merrni vesh se çfarë bëhet këtu në vendin e origjinës ku keni lënë varet e të parëve tuaj, por edhe pronat dhe tokat që keni trashëguar nga të parët tuaj. Mirë, po e fillojmë emisionin Kastriot. Mirëmbrëma dhe mirë se Mirëmbrëma. Përsëri. Unë mendoj se jemi në valën e një fushate zgjedhore në Shqipëri. Doja të bisedoja me ty si e shikon këtë fushatë, çfarë problemesh ke parë, qoftë edhe të ardhura para se të fillonte fushata, siç ka të bëjë me kodin zgjedhor, me futjen e një risie për herë të parë që është votimi i emigrantëve, mënyra e votimit si të duket me zarfe, sepse ka dhe votim elektronik që kushton shumë lirë, ka një tender $10 milion të bërë, domethënë që duhet zhvillohet nga KQZ-ja, që mua më duket për veten time një shifër. Tender për çfarë? Për postin që do të bëj këtë shërbimin në për vendet e ndryshme ku ka emigrant. Po, duhet ta ketë bërë sepse shpërndarja materialeve ka filluar dhe është DHL-ja. Është DHL-ja që po i çon. Është $10 milion është sipas atyre që kam parë unë. Kur vendet të tilla si Estonia apo në një vend tjetër, po edhe në perëndim në Shtetet e Bashkuara, edhe brenda vendit mund të votohet në mënyrë elektronike, në mënyrë biometrike, me kombinimin e të dyjave mund të ngrihen platforma speciale nga qeveria, vetë nga qeveria ose në bashkëpunim me privat, me tenderim, të cilat marrin përsipër gjithë sekretin e ruajtjes së votës dhe të dhënies së një rezultati të shpejt me variante të tilla dhe kam parë që kostot e këtyre shërbimeve janë shumë më të ulta për vende afërsisht me popullsi sa ne, ku të gjitha shërbimet nuk shkojnë më shumë se $2.5 milion ose 5 herë më pak se tenderi që ka bërë
KQZ-ja. Çfarë mendon për këtë ti? Sinqerisht, kostoja prej 10 milion euro që ti po citon, më duket problemi më i vogël me cilin duhet merremi. Nëse votimi, po jo, nuk është në këtë vend kur vjen miliarda. Do të thënë, kontrolli i lartë i shtetit vlerëson që çdo vit përmes abuzimeve, që është një eufemizëm për të mos thënë vjedhjet në administrat, shkojnë qindra milion euro, nga një herë mund të ketë shkuar edhe në miliard euro. Se u harxuan 10 milion euro për post, nuk ndryshon gjë në pikturën e madhe. Ne ngelemi vendi më i korruptuar i Europës. Populli më i vjedhur i Europës. Unë hallin e kam se si me elektronik, si me post, vota është e pasigurt. Me elektronik ka këmbgulur vazhdimisht Partia Demokratike dhe kishte me demek një teori të vetën që ne e dim se si bëhet që të mos vidhet vota. Vota me elektronik vidhet me një algoritëm. Pik, ka që thjesht është. Duhet korruptosh atë që do vi ta shikoj algoritmin nga ana e partisë opozitare, po e bleve atë dhe ai tha që algoritmi është rregull, ti e ndërkohë ke modifikuar algoritmin, nxjerr fitues atë që do ti. Vota me post gjithashtu po e shikojmë që tani që po ndodhin të gjitha ato për të cilat kemi paralajmëruar. E para njëherë, vot me post do të thotë që ti nuk duhet të flasësh më kundër votimit familjar në Shqipëri, se votim familjar është ai në perëndim. Kudo që janë imigrantët. Ku e ke kontrolluar ti nëse burri dhe gruaja nuk kanë rënë dakord për një vot apo për një tjetër? Votim të fshehtë që këtu kanë ndalohet dhe ti shkon dënohesh nëse nuk bën votim të fshehtë, dënohet dhe i gjithë komisioni që e ka lejuar në perëndim me votën me post, nuk ka vot të fshehtë. Votën tënde unë e shoh nëse jetojmë në të njëjtin vend. Po shohim tani që ka emigrant që e kanë për krenari, qoftë për Partinë Demokratike, qoftë për Partinë Socialiste, se nuk është se e kam detyrimisht me Partinë Socialiste problemin, që bëjnë foto dhe e publikojnë. Ka platforma që ti mund të kontrollosh si e ke hedhur dhe si ka vajtur vota jote në destinicion. Po nëse e kontrollon ti, e kontrollon dhe dikush tjetër. Atëherë ajo sigurisht nuk është më votë e fshehtë. Si e kontrollon dikush? Po, patjetër. Ato taksi do ta kontrollosh, do ta kontrollosh elektronikisht. Po nëse unë kam votuar për shembull fjala vjen për Partinë Demokratike, po mua më del nëpërmjet telefonit se ta lejon vetë opsioni, platforma, që ti të shikosh si të ka vajtur vota. Po pra, domethënë, ka një numër kod nëpërmjet telefonit tënd. Ka një numër kod që të lidh ty me votën tënde. Jo, kam fjalën që nuk mund ta vjedhin dot rezultatin nëpërmjet votimit elektronik. Po mirë, pra një sekond pra. Pra, është tjetër çështje kjo që ti voton elektronikisht. Si ke votuar. Ti voton elektronikisht. Po. Dhe ti po thua që vota ime është anonime. Nuk identifikohet pajisja me cilën un kam votuar. Në rezultat nuk del vetëm si numër votash, por ti ke të drejtë të kontrollosh votën tënde si ka vajtur atje. Përfundimisht. Në rregull pra. Pra, unë përdor celularin. Dhe ti më thua që sistemi është kaq i ndershëm sa që nuk e identifikon celularin tim, thjesht pranon votën time. Shiko, të dërguar përmes celularit. Si janë këto platformat që kam parë unë. Ti voton për PD-n nga Kanadaja. Po. Ti do ta kontrollosh si ka vajtur përfundimi i votës tënde, është vjedhur apo jo? Po thuaj njerëz si votoj. Ti këtu mund ta shikosh që vota tënde nuk është tjetërsuar, nuk ka vajtur për dikë tjetër. Pra e ke hedhur blu të delt. Po dakor, po ta shikoj. Por atje nuk del që e ka votuar kaçi PD-n. Atje del si numër vote. Mirë, pra që ta kuptoj. Një në Kanada ka votuar për ty. Dakor, pra që të votoj unë, o duhet të kem një aplikacion të posaçëm? Po pra. O duhet të votoj përmes një faqe interneti? Po pra. Dhe në çdo rast ti po më thua që pajisja që unë përdor për të komunikuar, për të transmetuar votën time, nuk identifikohet nga sistemi. Jo. Pra është anonime pajisja. Anonime. Bukuri. Por unë kam lënë një gjurmë në sistem. Kam shkruar diçka në sistem përmes votës time. Por nuk prishnoj punë, mos kam frikë ata andaj po të identifikojnë votën. Në perëndim nuk çajnë kokë se e merr vesh ti se si ka votuar. Jo, po them vota elektronike është totalisht e pasigurt, manipulohet në çdo kohë. Kjo është ajo gjë e rëndësishme. Në çdo kohë. Domethënë që vota mos tjetërsohet, po un po të them që ka platforma që ti mund ta identifikosh si ka dalë vota jote në përfundim. Po pra, po identifikove ti, identifikoj edhe unë që kam akses në sistem. Po s'është po votimi i fshet pastaj. Qofse e identifikoj unë. Po, ky është problemi më i vogël, pra po të them për votues. Jo, një sekond, qofse fshetësia e votës është problemi i vogël. Problemi i madh është vjedhja e votave. Ky është problemi i madh. Pastaj identifikimi nuk e kam problem ata në perëndim se identifikove ti si kam votuar unë. As se çajn kokën fare.
Unë s'mendoj kështu, unë mendoj që në Amerikë u bë propagandë e madhe midis të djathtëve që të shkonin të votonin vetë personalisht dhe me letër. Sepse pikërisht nxorën mësime nga humbja e para 4 viteve që Biden i fitoi me ato votat me post e me vota elektronike ndryshoi rezultatin brenda natës. Brenda pak orëve më saktë. Jo brenda natës. Me vota me post ka fituar Bideni, po dhe votat elektronike u votën në Po, Shtetet e Bashkuara. Kur vjen në Amerikë nuk do vjen në Shqipëri. Kush na garanton që nuk vjen në Shqipëri? Ka platforma thash që ti identifikon si të ka dalë vota. Kjo është garancia. O Cako, bëje si duash ti platformën. Qofse dikush ka akses në sistem, ai dikushi që ka aksesin e modifikon rezultatin. Ka drejt shkruaj në sistem. Shiko, Prandaj jam kundër unë, kurse ke karta nuk ke se çfarë në letër. shiko, atë platformën normalisht duhet ta kontrollojnë në KQZ nga të dyja krahët. Domethënë pozit opozit. Duhet të kenë akses të dyja palët, tash po korruptuan. Po. Që mund të jetë si në bankë që kur vete ti duhet të jeni dy veta që keni numër llogarie të përbashkët, pa qenë të dy, edhe këto sistemet, domethënë bën me Po rrin Deutsche Banka, sa herë ndodh që të vidhet llogaria bankare të dali dikush në Indi që të ka shitur ty lulla prodhim kubanez tjetër të mos e importuar nga sistem. Rusia. Shiko, Po jo pra kështu ndodh, kjo është elektronika. Këta e kanë zgjedhur këtë sistem sipas mendimit tim të votimit të emigrantëve me këto postat e me këto për të abuzuar me fondet. Unë këtë mendim kam. Kurse unë kam Ti frikën thua- që do abuzohet me votën. Shiko, jemi para zgjedhjeve, kemi 3 javë kohë. Po nëse abuzohet kështu me votën, le të abuzohet edhe me sistemin elektronik atëherë, drejt që e mori, po kushton 5 herë më pak, të paktën nuk ikin 7 milion. Po jo më pse mos i euro bëjmë zgjedhje të sigurta që të mos manipulohen. Po siç ka mënyrë pra. Po bëj, po të sqarojmë mirë këtë pjesë. Domethënë sot jemi 3 javë përpara zgjedhjeve. Ne do takojmë edhe 2 herë tjera, do takojmë edhe pas zgjedhjeve. Unë nuk po them që është parashikim. Unë e kam frikë këtë, e kam fobi timen. Kam këtë fobi që diferenca e votave në votën e diasporës të hequr veç nga vota kombëtare po e quaj ose vota lokale. Do të jetë kaq e madhe sa që Rama do fitojë në saj të votës së diasporës. Këtë e mendoj unë. Pra, mund të shohim po ja fus kot tani 800.000 vota PD-ja, 700.000 vota PS-ja në Shqipëri, ta zëm. Dhe të dalë për Dhe nga 1 imigrantët milion me 900.000. të vi, po 250.000 me 50.000 për Partinë Socialiste dhe fiton Partia Socialiste zgjedhjet. Shiko, Partia Socialiste nga 2017 ata s'kan fituar asnjëherë zgjedhjet. dakord, Njëri fituan me Ilir Metën, njëherë shpartalluan PD-n me ndihmën e ndërkombëtarëve ku Edhe me bashkëpunimin e Lulit. me Lulin edhe me dy mostrat që kanë nxjerrë politika shqiptare, Basha dhe ky Ali Bea, një fytyrë keqe, një monstër në politikë. Unë kam neveri për këta të dy. Sidomos për këta Ali Bean, që është edhe i djathtë nga origjina, një megaloman, një zero, një njeri pas, një vlerë që e ngriti Partia Demokratike nga një pedagog me këpucë të grisura e beri ministër edhe hajde se s'duat flas më tepër për ta dhe e shpartalluan PD-n, e shkatruan të dy bashkëpunuan me ndërkombëtarët për karrierë personale, duke qenë dy milingona që hipën në kurrizin e një gjirafe të madhe në qafën e gjirafës, se dukesh e vete as kur ishin kolloza në politikë. Tashi që të vazhdoj rrjedhën e bisedës, këta më 2021, kur Partia Demokratike filloi të merrte veten nga goditjet e forta që kishin ngrënë për 4 vjet, pa bulë, pa para, pa prestigj, me njerëz që se kuptojnë Një farë kohë edhe pas e lojnë, që këto janë momentet më të rëndësishme ku elektorati duhet ta tregoj veten që me gjithë se kundërshtari përpiqet ta hedhë në knockdown, duhet të ngrihen edhe fuqimisht të rinë më të bashkuar dhe të shikojnë kush e keqja me vogël atje të rinë të gjithë të bashkuar. Dhe më 2021 Partia Demokratike pati 10-12 vota ngritje nga 2017, prap me 10, 4 i kish Ilir Meta dhe 59 shkuan ke 63. Por duke llogaritur që një 4-5 vota ja kanë vjedhur Ilir Metës se një 2 Partisë Demokratike,
Në një 7 vota, unë mendoj që kanë qenë aty 68, 69, me 69, iq ato 3 mandatet e këtij socialdemokratit. Po të shikosh Ilir Meta me 120.000 vota, ka marrë 4 mandate, kurse Partia Socialdemokrate me 33.000 vota, pra 4 herë më pak, ka marrë 3 mandate, i mandat më pak se LSI-a. Sepse ky i kishte votat e grumbulluara në një vend, kurse LSI-a i ka pasur të shpërndara në gjithë Shqipërinë. Po kush ka fajin LSI-s për këtë? Pra është po LSI-s i votën dhe në terren, i votën shumë vota, sepse i morën votë në Elbasan. Po sistemi, po LSI-a është një nga bashkëautorët e sistemit. Ja kanë marrë jo me sistem, ja kanë marrë me dhunë LSI-s, me grabitje. Kupton, nuk e kanë marrë me sistem, sepse LSI-a në Berat për Po ja, këtë që theti 120.000 vota që përkthehen 4 mandate, kjo është vjedhje me sistem. Po pikërisht, pra, domethënë 3-4 mandate ja kanë vjedhur jo me sistem, ja kanë vjedhur sepse LSI-a ka qenë për 10 mandate, për 8 mandate, pranë marrjes së disa mandateve në Berat, në Elbasan, në Korçë, në Lezhë, në Durrës. Janë 5 mandate që i kanë ikur për 10-15 vota. Më kupton? Po ja kanë marrë me manipulime dhe me dhunë të madhe. Në Lezhë ka pasur dhunë fizike, në Durrës banda, në Elbasan banda. Domethënë themi të vërtetën siç është, kupton? Po jo më dakord, nuk po them që s'ndodhin këto gjëra, ndodhin. Tashi ç'a duhet të them unë? Duhet dal ke fjala jote. Duke qenë se Partia Socialiste ka një trend zbritës, mungon ajo ambasadorja që dilte ajo, që kish emrin ajo në rrugë Elbasanit, që dilte në krah të Ramës gjithmonë, mungon tash, s'ka më suport amerikan. Tashi i ka mbetur një suport i fshet i inteligjencës britanike, të cilët përpiqen ta rizgjedhin sepse është një esmen dhe një njeri që ju thot për gjithçka jesjes këtyre ndërkombëtarëve, po kërkon ta futin Shqipërinë në luftë bashkë me Evropën, në një luftë që unë shikoj që po konfigurohet në vitin 2027 dhe është një luftë shumë e rrezikshme me Rusinë për të dërguar ushtarët tanë në territoret e mëdha të Polonisë, të Ukrainës dhe të Bielorusisë dhe të vendeve baltike dhe të Gjermanisë lindore, të Çekisë, dhe ashtu si që shërbevi këtyre për pandeminë ku i futi shqiptarët me mashtrime, me gënjeshtra, me presione për vendin e punës, i futi drejt thertores të vraskinimit me dhunë, me shtrëngim, ashtu do t'i çoj ushtarët shqiptar. Është një parandjenja ime, qofsha i gabuar, po unë kështu e parandjej. Dhe këta e duan këtë person, kurse në qofse do vi PD-ja, për shkak të luftës që këta japën, domethënë kill luminati krahut të Partisë Demokratike, tashi këta nuk e ndjejnë më veten të lidhur me njëri tjetrin. Qofse fiton PD-ja, Berisha dhe Partia Demokratike do mbështeten më shumë ke lobi amerikan në politikën e tyre, por do të luftohen nga evropianët në qoftë se nuk do të zbatojnë këto agenda të rëndësishme të tyre për luftë. Për shembull, çfarë mendon ti që do ndryshojë në politikën e qeverisë shqiptare nëse qeveria është e PD-s pas 12 majit? Unë mendoj që në këtë çështjen e luftës do të ketë më shumë pavarësi, qofse do t'ju kërkojnë ushtarë shqiptar. Sidomos në qofse do vazhdoj qeveria njësoj si sot PD-ja në opozitë të jetë pro Ukrainës apo do ndryshoj qëndrim të Ukrainës? Shiko, Berisha ka qenë gjithmonë një njeri shumë i përkullur përpara ndërkombëtarëve, por ka pasur dhe raste kur ju ka thënë jo këtyre. Themi të vërtet, ka pasur raste që ndonjëri ka kundërshtuar. Për shembull, një rast ka qenë në vitin 96 kur ata i dërguan atë Timothy Ward, po të kujtohet, që nuk e priti fare në presidencë, i tha jo për disa çështje që ata erdhën kur u arrestuan ata 4 grekët, kujtohet që erdhi i theshte liroj, nuk i dëgjoi. Po ka pasur dhe disa raste të tjera kur i ka thënë. Po pas 2004-s, pas takimit Soros-Berisha në dhjetor 2004, ka ndonjë rast që Berisha u ka dalë kundër ndërkombëtarëve? Po ka. Ka. Cili? Është rasti për cilën është lufta, se ata i thanë partinë dorëzoja Lulit. Ky s'ja dorëzoi. Ja dorëzoi Lulit. S'ja dorëzoi pra, se si dorëzoi. Në 2013 ja dorëzoi. I dha çelsat e Kullës së Barit pra i dha Lulit, se Luli s'kishte
Luli bëri çdeshi 8 vjet. Se kontrollonte Berisha për gjërat kryesore ku kish fuqi Luli. Tani një sekond, në qoftë se Luli nuk ka qenë Luli, po ka qenë lodra e Berishës. Po lodra e Berishës 100% për gjërat kryesore. Dakor, atëherë duhet të themi që donte Berisha të shkatërrojë PD-ja, se Luli bëri çmos për të shkatëruar PD-n. Jo. Si jo? Po ka qenë lodra e Lulit. Po pse ka lodra e Berishës? Po ka qenë, po pse ka bër Luli shkatrimin e PD-s? Dhe në momentin unë nuk kam parë kryetar partie deri në momentin që ata u ndanë dhe Luli mbështeti rrugën e Elbasanit, po ata janë përpjekur, domethënë të sa më shumë ta forcojnë PD-n tash. Kjo është e vërtet, pavarësisht se mund të kenë zgjedhur rrugë të gabuara ashtu, po qëllimi i tyre kanë qenë të forcojnë opozitën. Po, unë kam mendim tjetër për Lul Bashën. Unë kam parë në 8 vjet. Nuk është faji regjizorit nëse një aktor nuk interpreton shumë mirë. Më kupton? Nuk mund të thuash që e ka fajin regjizori, pse aktori s'doli shumë mirë. Se ka dhe ti nga një aktor i dobët nuk mund të nxjerrësh dot një aktor shumë të mirë, sikur ti je regjizori më i madh në botë, kupton? Pra, Berisha me Lulin kanë qenë bashkë dhe kanë punuar për opozitën, por kanë bërë sepse kishin kundërshtar. Duke qenë se Luli kontrollohej nga Berisha, Luli gjithmonë është goditur. Po mos ish Berisha, ta dish që PD-ja do ishte në pushtet. Kurse unë them që Lul Basha është mashtruesi më i madh në histori i një kryetari që mashtron elektoratin edhe antarësinë e vet. Sepse 8 vjet u ka premtuar revolucion çdo 3 muaj demokratëve dhe qytetarëve të tjerë të Shqipërisë. Dhe pas çdo revolucioni ka thënë shkojmë në shtëpi edhe është ulur ka për pazar me Ramën. Marrim zgjedhjet lokale? Doli dhe tha, s'ka zgjedhje lokale. Ne kemi një plan, nuk do të ndodhin zgjedhjet lokale, fare. Nuk do ta lejojmë. Erdhi dita e zgjedhjeve. Le të bëhen zgjedhjet, ne nuk do të njohim rezultatet. Nuk do ta njohë askush këtë proces zgjedhor në botë. Mbaroi, e njohë dhe rezultatin. Ne nuk dorëzojmë zyrat. Mban mend që ishin ca kryetar bashkish që nuk lëshonin zyrat muajt e verës, i liruan dhe zyrat gjitha. Unë johan dhe zgjedhjet ndërkombëtarisht. Çfarë tha Luli? Hajde gjejmë revolucionin në radhës. Do të them si e ka shitur kauzën e teatrit Lul Basha. S'dua ti ul tash bisedat në nivele të këtilla. Po pse po uli bisedat? Po flasim si ka trajtuar zgjedhjet pra. Në tym shumë në mikro, rim çik më shumë në makro. Po vetë ata që janë shumë prapa Berishës, unë mendoj që Basha për tradhti. Unë mendoj deri më 2017-ën, çdo veprim është marrë në skuadër, sidomos violinë e parë për gjëra të rëndësishme ka qenë Berisha, nuk ka qenë Luli. Për gjëra të parë jo, nuk kanë dashur ta shkatërrojnë. Unë nuk mendoj. Mendimi im. Nuk mendoj kështu. Kanë bërë sa kanë ditur dhe sa kanë mundur, sepse kanë pasur kundër gjithë departamentin e shtetit amerikan. Ore, një sekond për burrë dheut. Ky kod zgjedhor që po e masakron PD-n 12 vjet në opozitë, rrezikon ta lërë dhe 4 vjet tjera. Është bërë me konsensus. Po kush Luli e bëri? Po pse unë e bëra? Po bëri Berisha pra me Ram. Tash i Berisha t'ia pushte vetes kodi, sistemi zgjedhor me kushtetutën 2008 e ka bërë Berisha me Ramën, jam dakord. Po. Kodi zgjedhor që nuk hapen listat kanë rënë dakord të 3. Edhe Luli, edhe Sala, edhe Edi. Si nuk hapen listat, çka kuptoj? As tani më nuk i ke listat e hapura. Prap 1/3 thot ai është listë e mbyllur. Në listat e deputetëve? Po, të kandidatëve për deputet në zgjedhje. S'kam drejt të zgjedhur. Po çfarë pastaj do të thuash me këtë? Që është mungesë demokracie. Ka faj Luli. Po ka faj Luli që nuk i bëri 8 vjet, ka faj Berisha që si ka bërë këto vjet. Po s'ka pas Luli më PD, Berisha ka qenë gjithmonë. Atëre ka faj Berisha. Berisha 12 vjet që nuk hapin listat e ka fajin Berisha. Berisha dhe Meta e përdornin Lulin sa që dështonte opozita ja i thnin Lulit. Po mirë, unë nuk më kupton. Dakord, po ti po thua. Kanë qenë bashkë. Shiko, po mos ti po thua kush një gjë për zgjedhjet që ti domethënë që syn në zgjedhje lokale. Mos desh Berisha ta bënte Luli, po një fjalë Berishës Luli kjo është kuzhinë e brendshme që unë nuk e di. Unë di që në mikrofon para kamerave ka dalë Lul Basha ka folur 8 vjet. Po zëdhënës lexonte lajmet që të Berisha. Dakord, more. Ore po ta pranoj që ka qenë Berisha. Në 2017 që këta i thanë merre partinë mos ri në pozicion e lexuesit të lajmeve, ajo bë me ndërkombëtarët dhe po mirë, nuk kemi debat për këtë bashkë. Debati që po ndodhem të bëj unë është që të them midis PS-s dhe PD-s ka pasur marrëveshje për të na e futur neve shqiptarëve. Na e futur me kushtetutën 2008-ën. Po. Dhe që atëherë kanë 17 vjet që na e fusin me kodin zgjedhor. Tash ti si mendon Kastriot, to partitë e reja
çfarë lloj risie sjellin pozitive, se ka goxha parti të reja. Është Elena Kocaqi, është Dashej, është Alin Qori, është kjo partia Dheu e këtij Krishnik Osmanit, është kjo Adriatik Lapaj me Endrit Shabanin. Me Endrit Shabanin. Është dhe Agron Shehaj. Është Agron Shehaj, për cilin mendohet që do të marrë një vend në parlament, mendohet këtu në Tiranë, kështu janë ato që dalin nga ato sondazhet. Dhe ka dhe partit tjera, tash si mbaj mend gjitha, domethënë futja e këtyre si e mendon ti, çfarë lloj risie sjell, pozitive, negative, çfarë mund të ofrojnë këto, çfarë mund të fitojnë, çfarë mund të ndryshojnë, a mund të dobësojnë dualizmin drejtues në Shqipëri, herë PD, herë PS? Shiko, këto dy parti PS-PD kanë dominuar për të mirë e për të keqe çdo gjë që ka ndodhur në Shqipëri në këto 35 vjet, dhe çdo reakcion kundër këtij dualizmi, kundër kësaj dikotomie, këtij bipolariteti, do të ishte i mirëpritur. Mua më vjen keq që ato parti nuk janë gjitha bashkë në një koalicion. Ata mund ta zgjidhin fare mirë formulën, që secili merr votat e veta, po ndërkohë nuk lëm votat na humbasin. Sepse ata e dinë si funksionon sistemi, siç e dimë edhe ne të dy, sa më shumë parti, aq më shumë vota firojnë, dalin të pavlefshme, praktikisht pavlefshme. Dhe aq më shumë favorizohet. I marrin dy partitë mëdha, pa i votuar. Pra, aq më shumë favorizohet. Thot 1 milion shuplaka, kur ai mund të ketë marrë 700.000. Po. Kupton? Aq më shumë favorizohet partia që do jetë pak më lart se tjetra. Partia e parë, sistemi dhe metoda e llogaritjes mandateve, metoda dhont që përdorim në Shqipëri, që nuk e thon asnjëherë këta, po e kanë bërë prap këta. Po. Është një metodë hileqare, si puna e algoritmeve të Facebookut edhe të YouTube-ut, që favorizon partinë që ka marrë më shumë vota në dëm të gjithë partive të tjera. Në këtë sens, ata mendoj unë kanë një minus të madh, sepse shumë njerëz që do donin të votonin, thonë po mirë ja dhe i votuam. Po s'fituan, fiton Rama. Na i vjet votën Rama. Problemi i parë. Ti e votën pra që duhet Qorit ose Elena Kocaqi, duhet ishin gjithë bashkë, duhet ishin gjithë bashkë në një koalicion. Iku kjo. Pjesa tjetër. Kam unë 1000 kritika për Berishën dhe do vazhdoj të kem. Por sot pushtet është Rama. Dhe ka 12 vjet. Nuk mund të jetë më asnjë ditë më shumë. Pra këto parti duhet deklaroheshin haptazi, me vendosmëri që jemi kundër Ramës, po dhe kundër PS-s. Jo vetëm kundër Ramës, se nuk mund ta kthesh ti të gjithë retorikën tënde ti ke Rama dhe Berisha, ti ke Rama dhe Berisha. Kemi një parti që ka qeverisur 12 vjet. Duhet bëj pak pushim. Rama ka që më 88 në pushtet. 98. Shumë fal, 98. Po, 27 vjet ka. Ka 27 vjet. Në prill të 98-s ka hyrë në politikë. Edhe kërkon të japi dem bufit plak i Kinetës sot. Që ai është plak dhe ka shumë në pushtet, kurse ky ka shumë pak në pushtet. Tani këto parti kanë shumë pak. Toni që kam shumë pushtet në Shqipëri, nga të gjithë. Po patjetër. Tani këto parti kanë pak ose as pak mundësi që të ndikojnë programe zgjedhore, programe qeveritare, buxhete, zgjidhje të mëdha. Edhe po fituan nga një mandat. Po, pak do kenë shanse. Ajo që këta mund të ndikojnë është emri i kryeministrit. Pra, sa ropa nisën kot me bëjmë këtë do bëjmë atë, më thuaj me kë i emër se unë se kam të qartë akoma. Ta zën, Adriatik Lapaj. E voton në Ramën në qoftë se i duan 2 vota Ramës, qoftë se është 68 mandate e Partia Socialiste. Ai thotë jo, mirë, dakord. Cila është alternativa? Do votosh se pastaj me kushtetut, në qoftë se Rama nuk bën qeverinë, e merr ta zëm se ka dalë me 68 Rama dhe me 67 Berisha, po ja fuz kot numrave. Presidenti ja jep të dytit, që është Berisha. Po këti ja jep, jo as këti si jap. Kryetari i kuvendit. Po mirë, çfarë do bëjmë? Do shkojmë zgjedhje prap. Po kjo mund të vazhdojë pafundësisht. Zgjedhje çdo 6 muaj se nuk ka shumë. Që mund të përfundojë si në Kosovë situata pas 11 majit. Situata në Kosovë nuk është keqe, skenari amerikan. Do të ketë koalicion në Kosovë. Nuk do të jetë Albin Kurti, po do bëhen bashkë partitë e tjera. Ka një kryeminist shumë të fuqishëm siç ka qenë deri sot në Kosovë. Po ku ta gjejt mos ketë kryeminist të fuqishëm? Po kushdo qoftë ai. Mendon ti që një kryeminist të dobët? Mund të bëjmë një skenar të atill? Mund të bëjmë, po ajo që duhet të thoja është për momentin është që mediat nuk i mshojnë kësaj. Më vjen keq që unë jam gazetar tani se do kishta shkuar me mikrofon në dorë, ti merrja 1 për 1 të gjithë kryetarët e partive të vogla.
Ti thosha, lere mos më tregoni ç'do bëni me pensionet, me oligarkët, me turizmin, me taksimet. I di gjitha. Më thuaj çfarë ndodh në qoftë se Rama dhe Berisha vinë në parlament dhe kanë nga 65 mandate secili, nuk bëjnë dot qeverinë. Do të vini kusht ta zëm të mos jetë Berisha sepse i ka bërë 4 mandate, 2 si president dhe 2 si kryeministër, po do ta votojmë kandidatin e PD-s, një tjetër, kërrim në rregull. Atëherë ai elektorati që po mendon ta votojë Partinë Mundësia apo këtë koalicionin e Libeaj shehi, thotë atëherë vota ime nuk ikën kot. Unë po ja jap këtyre, po su bën Berisha, do bëhet një tjetër kryeministër. Do bëhet Alfred Sako, po do jeti PD-s. Po se bëre ti këtë deklaratë sot. Ti i humb ato votat. Ashtu siç humb ky tjetri votat e PS-s, të pakënaqur me Edi Ramën, që mund të donin një ndryshim brenda PS-s, por nuk ja japin atëre ti Klapajt apo Endrit Shabanit nëse nuk shohin garancinë që ky e mban votën e vet Majtas. Sa i pretendon që s'është as i Majt, pretendon që është i djathtë. Kush? Endrit Klapaj. Po. E njëjta gjë vlen për Arlind Qorrin për të gjithë. Nuk po e thon çfarë do ndodh sepse ky do jetë debati pas 11 Majit. Kush do jetë kryeministri? Ekziston rreziku që këta janë si pjesë marketingu e sistemit partitë e vogla, duke qenë të ndara dhe duke mos prodhuar deputet sipas numrit votave që marrin, se këta mund të marrin 300.000 vota në gjithë Shqipërinë, e mund të nxjerrin një deputet ose 2. Më kupton? Ka përshtypjen që në Tiranë kanë shansa reale 4-5 parti për të nxjerrë deputet, por në përqarqet e tjera unë nuk e besoj. Në përqarqet e tjera jo. Një mund të nxjerrin maksimumi 2, mendoj unë. Kupton? Qofsha i gabuar. Unë dëshiroj që ato të kenë sa më shumë fuqi dhe unë thash kanë shanse, thash që do të ndodhë kështu. Këta dy të mëdhenjt, kushdo që mund të bëj koalicion me këta, t'i vjet një kapistal dhe mos jenë, domethënë, goliatët e politikës. Po kapistal me një vot nuk bën dot, Sako. Jo me një. Se duhet të jesh realist. Unë uroj, thash, mos më dal fjalat, kanë më shumë vota. Kupton? Këto partitë e vogla. Po puna është sa mandate përkthehen. Pra, ajo pra qyteti nëse kam pritet që ti marr prap 3. Po. Edhe sondazhet sa do t'i paragjykojmë, sa do të jenë të manipuluara, nuk po tregojnë ndonjë gjë më ndryshe. Është ajo qyteti që do të bjerë nga 74 që ka, do të shkojë ndoshta ke 68-a, 67-a. Po, dakor. Sepse është një parti e molisur nga korrupsioni. Po do t'i blej 3 vota. Me gjithë blerit, dhe mund të shkojë ke... Jo, do të blej vota deputetësh. Pasi të mbarojnë zgjedhjet. Ja, atë nuk e di, pastaj. Po pse se di të tash nëse dim se çfarë mund. Jetojmë në ekonominë e tregut, vota ka një çmim. Çfarë mund ndodh. Po me gjithë 3 votat e Partisë Social-Demokrate dhe me votat që do të prodhoj që këta 250.000 vota normalisht duhet të merrni 20 ca mandate. Po unë mendoj që këta do të japin efekt vetëm në ato votat e fundit në disa zona, në 7-8 zona, dhe 250.000 votat e atyre do të prodhojnë vetëm 7 ose 8 mandate dhe nga këto 7-8 mandate, mendoj që 5 mund të fitoj Partia Socialiste ose 4, dhe 2 ose 3 do të fitoj Partia Demokratike. Pra, do të ngrihet 2 vota Partia Socialiste nga votat e emigrantëve, është ajo qyteti. Po. Dhe me manipulime, me fuqi elektorale, demagogjike për të shkuar në takimet që ka bërë Rama, për të paguar ata misionarët e tyre atje që punojnë duke ju dhënë këtu leja pallatesh, ke garda e kupton këtyre misionarëve që ka në Itali e vërdall, i di tash këto historira aty, se i dim të gjithë, dhe me këto marifete, ata do të arrin të marrin më shumë vota, plus edhe përjashtohet edhe manipulimi, pra do të arrin të marrin 3 deri 4 vota, kurse Partia Demokratike 2 deri 3 vota. Pra, nga kjo kauzëre do të fitoj e futjes e migrantëve, unë mendoj që do fitoj 1 deri 2 vota më shumë, do fitoj Partia Socialiste, e cila mund të shkojë 68 vota brenda, dhe me 1 dhe 2 votat do të shkoj 70 ose 71, dhe me 3 votat e Partisë Social-Demokrate mund të shkoj ke 73-74 vota, mendoj unë. Kështu e mendoj. Pra ti thua që e bën shumicën PS-ja e vetme. Domethënë e vetme, me gjithë të mdoshin.
ky është një nga skenarët që mendoj. Po mbaroj diskutimin, po opozita. Jo, s'marrë. Rama kryeministër 16 vjet. Ky është mendimi im, kupton? Ky është mendimi im. Dakord, sigurisht. Ne bisedë po bëjmë. Ai mund të marrë edhe 65 vota, edhe me gjithë tot shkoj 67-68. Dhe me Tom Doshi, që 71. Besoj dhe shpresoj që asnjë parti nuk do të marrë shumicën, pra që të bëj qeverinë e vetme. Kjo do të ishte një gjë. Por kam frikë se me votat e emigrantëve PS-ja do të dalë prap një mandat deputeti më tepër se sa. Ata që sapo e thash. Mund të shkojë. Jo, por nën 70. Nën 70. Nën 70. Do jenë gjithmonë, do jenë këta kingmaker, këta. Kjo do varet nga fuqia e partive të vogla. Nëse partitë e vogla fitojnë. Po prandaj duhet ta thonë sot, prandaj media duhet të ngacmojnë. Po edhe ti këtu mund t'i thrasësh më. Mund t'i thrasësh edhe t'ia bësh këtë pyetje. Ore, kë do votoni? Janë të dy koalicionet 68 me 68. Nuk kam dashur të përfshihem me këta, duke i thirrur direkt këto parti, por në qoftë se ndonjëri prej tyre dëshiron të vi, që nga kjo platformë ne i ftojmë, le të vinë, kanë në studion e hapur, kush do të vi të intervistohet dhe të po deshe vi dhe unë dhe e vëm në mes të ftuarin, edhe bëjmë biseda dakord, para zgjedhjeve. Tua bëjmë ca pyetje që nuk ua bën televizionet e tjera. Atje ku shkohet me skenar, se ky emision është pa skenar. Podcast i Liris, e kemi thënë që gjithkush thot mendimin e vet i patrysnuar nga askush, të paktën nga ne që jemi këtu, pasaj të tjerët që vinë, nëse kanë trysni, edhe duan të bëjnë diplomaci dhe politik, mund të flasin me terma të përgjithshme, kur ne do t'ja bëjmë pyetje konkrete. Kastriot, po situata ndërkombëtare kështu çfarë shikon ndonjë ndryshim në aty në Oqeanin Indian, në ishulli i vogël çfarë quhet aty, janë grumbulluar shumë avion stealth nga këta të padukshmit, B2 të Shtetet Bashkuara, prodhimi i Northrop, asaj kompanisë më të fuqishme në botë për prodhimin e avionave, në bashkëpunim me Boeing. Bëhet fjalë për një avion të gjeneratës së viteve 85, por që mbahet si një nga avionët më të fuqishëm dhe bombardues dhe i pakapshëm nga radarët, dhe nga 90 avion kushton njëri $2.3 miliard, ka kushtuar në momentin që është dizajnuar, sot kushton edhe shumë më tepër, dhe janë prodhuar në kohën e presidentit Jimmy Carter. Dhe mbahen akoma si të paktën nga këta që njohim ne, se mund të ketë avion të tjerë më modern, po që ende nuk e kam nxjerrë në skenë, dhe mund të ketë, dhe besoj që ka, që janë avion të gjeneratës 6 tipi, dhe janë atje, si quhet ajo, San Diego, çfarë i thonë asaj, nuk e di çfarë quhet ajo, ai ishulli në Oqeanin Indian, është i Britanisë, po ku ka një bazë ushtarake Shtetet e Bashkuara, dhe janë rreth 45 avion të tillë, bombardues shumë të fuqishëm, të cilët po kërcënojnë në bashkëpunim me Izraelin. Ju e dini që bëri një vizitë pa e ftuar Benjamin Netanyahu, i cili ka vite që kërkon goditjen e Iranit, ka kërkuar në presidencat e tjera, tek Obama, tek Bush Seniori, e këtë tjerë, goditjen e shteteve të tjera nga anë e Shteteve të Bashkuara, dhe janë përmbysur shumë qeveri dhe udhëheqësa të cilët ishin kundërshtarë të Izraelit në zonën e ishulli quhet Diego Garcia, mos gaboj që thash Paris, tash më kujtua emri. Po, Diego e the. Po, edhe në këtë, do më thënë, vazhdimisht Netanyahu ka kërkuar goditjen, u eliminua Kaddafi, u bën ato revolucionet, çfarë u quajtën atëherë të revolucionet, çfarë quheshin ato revolucionet që u bën lindjen e mesme. Revolucionet ka dipenda, qelbra, ku diun çfarë i quajnë. Sa me ngjyra, sa me tekstilje. Dhe u përmbysën shumë qeveri, njëkohësisht Iraku u shkatrua më përpara, tashi u shkatrua Libani, përveç Libis, Kadafit që e përmenda, u rrëzua, u shkatrua Siria, e cila sot është shkërmoqur si shtet unik, dhe e fundit që ka ngelur është Irani, ku Shtetet e Bashkuara po bën presion për të mos lejuar pasurimin
uraniumit mbi 3.6% që përdoret për armët nukleare, por të ruajnë vetëm për përdorim civil për këto termocentrale, për energji. Presidenti Trump duket që është shumë agresiv në mbrojtjen e Izraelit. Ai duket që është shumë i nënshtruar ndaj AIPAC-ut, Kongresit Botëror të Çifutëve, dhe e ka si vit kuqe, domethënë mos cënimin e Izraelit, nuk e dim pse është gjithë ky shtrëngimi i Trumpit kundër Iranit. Është ai negociatori, si e ka Withrop, si e ka dhe Witkoff, i cili është duke negociuar me përfaqësuesit e Iranit dhe situata mund të degenerojë drejt një lufte. Unë personalisht nuk besoj se Trumpi nuk besoj se ka luftë, sidomos me Trumpin jo. Por Trumpi u ka kërkuar që uraniumin që kanë prodhuar me 3.6% t'ia dorëzojnë Shtetet e Bashkuara, ta marrë Amerika. Ky është kushti, domethënë që të mos goditet dhe mos sulmohet, dhe do t'i vjen dhe kushte të tjera Iranit. Ndërkohë, në rast se goditet Irani, Rusia është shprehur që ka një marrëveshje në muajin janar midis dy vendeve, ku Rusia dhe ka nënshkruar një marrëveshje mbrojtje të përbashkët me Iranin, dhe automatikisht Rusia mund të hynte në luftë kundër Shtetet e Bashkuara dhe Izraelit. Presidenti Putin në një takim që ka pasur me disa gjuhësh të zënë peng nga forcat e Hamasit, por që ishin qytetarë rusë, bërin takim me ta dhe falenderoi Hamasin për kontributin e dhanë për trajtimin dhe për lirimin e pengjeve, po bëri shumë bujnë ato ditë kur u shpreh falenderojmë Hamasin, dhe ishte një lloj qasje e hapur për herë të parë e Putinit ndaj Hamasit, dhe në këtë situatë të rrezikshme mund të ketë pasaj dhe një zgjerim të madh të konfliktit, ku mund të përfshihet Turqia, mund të ketë një luftë Izrael-Turqi, po dihet që Izraeli asnjë luftë nuk e ka fituar dot pa mbështetjen e Shteteve të Bashkuara, madje edhe luftën me Hamasin pa furnizimin me materiale dhe logjistik nga ana e Shteteve të Bashkuara, do ta kishte të vështirë ta mundte, nuk po bëjmë fjalë pasaj për Hezbollahun që do ta kishte akoma më të vështirë, ashtu siç nuk po mund dot Huthit në Yemen, ku është ndërhyrja e pandërprer prej afro 3 javësh e aviacionit ushtarak të Shteteve të Bashkuara, që po përpiqet të shkatrojë tunelet e tyre nëntoksore ku kanë të fshehura raketat me cilat goditet nga Jemeni Izraeli. Si e shikon këtë gjithë të tablo në lindjen e mesme? Ç'a mund ndodh, ç'a mund shkaktojë, çfarë skenar shikon ti? Unë besoj që Trump është një individ që nuk e do luftën. Nuk e ka dashur në mandatin e parë, nuk e do sigurisht as në të dytin. Por Trump është qartazi në marrëdhënie të mira ose i ndikuar, nuk do të thoje i kapur, nga lobi që fut në Amerikë. Kjo është e qartë, është evidente. Dhe a mund të mbijetojë Trumpi pak të lob? Unë them jo. Sepse lista e kundërshtarëve që ai ka krijuar vetë, pra i ka vënë në rrisht dhe i ka thënë ju njerë miqtë e mi, është shumë e madhe dhe janë njerëzit më të fuqishëm në botë, klanet më të fuqishme. Dhe nëse do kishte kundër edhe lobin që fut, Trumpi do të ishte i vdekur sot, do të ishte siç është John Kennedy, i tretur në ndër. Nga ana tjetër, unë besoj që Trump është aq inteligjent sa që do ta bëj Bibi Netanyahun të pranojë zgjidhjet që do t'i japë ai edhe për Iranin, dhe nuk do të ketë luftë. Domethënë, ai po luan këtë kartë presioni që t'i thotë Iranit, okay, fati juaj i keq që ken një mik të tillë si Izraeli, ky Izraeli ka një lob shumë të fuqishëm në Amerikë që e mbështet financiarisht dhe politikisht. Do ta hidhni vallen, siç themi ne, do na tregoni të gjitha investimet që keni bërë, të gjitha infrastrukturat që keni, siç është bërë kjo lojë dikur edhe me të tjerë, se s'është bërë vetëm me Iranin, është bërë me Sadamin. Po, edhe me vetë Izraelin, se një nga arsyet pse u vra Kennedy ishte se nuk e lejonte të po ndryshimi është që Izraeli nuk bëri transparencë, vrau presidentin amerikan, kurse Iraku ishte i gatshëm bënte transparencë dhe prapë goditën. Dhe nga ana tjetër
ka një korrent shumë të fortë edhe midis republikanëve që nuk duan kurse si një luftë me Iranin, se vazhdojnë të thonë për ditë, Irani nuk është Libani, Irani nuk është Palestina, nuk lufton dot kaq kollaj dhe sigurisht nuk fiton dot me Iranin. Kështu që nuk besoj se do të ketë luftë atje. Sigurisht që e gjitha do të shtensionohet më shpejt dhe më thjesht nëse mbyllet shpejt çështja e Ukrainës. Se duke qenë shumë vatra të hapura është konsumi i madh energjish edhe për një shtet si Amerika, edhe për një president si Trumpi, nuk është e lehtë të zgjidhë të gjitha, por shpresoj që hyn në rrugën e zgjidhjes me paqe dhe me diplomaci të trija vatrat. Pra Irani që është një shpikje e Netanyahut, Gaza që është një vepër kriminale madhore e Netanyahut dhe Ukraina që është dje dëgjova Scott Ritter që tha një gjë të saktë në fakt. Tha, e dëgjoj shpesh Trumpi që thotë nuk është lufta ime, lufta në Ukrainë është lufta e Bidenit. Nuk është ashtu, tha. Është po aq lufta e Trumpit sa është edhe e Bidenit, sepse në kohë të Trumpit CIA dhe organizatat e tjera të sigurisë kanë punuar për ta përgatitur Ukrainën për luftë. Raketat Javelin ja ka dhënë Trump Ukrainës kur ishte në mandatin e parë. Po, edhe biseda që u përgjua ku Trump e kërcënonte Zelenskin që nuk do të jap 700 milion dollar ndihmë ushtarake, nuk e di se për çfarë kushtozonte dhe ja përgjoj bisedën dhe u bë një nga këto. Kam përshtypjen që ka qenë që kërkonte hetime për Burisman, ku ishte e përfshirë Hunter Biden, ndërkohë që ishte montuar Ukraine Gate që sulmoi Trumpi nga demokratët në Amerikë si i korruptuar në çështjet e Ukrainës dhe të Rusisë. Po. Ja, dhe një lloj kundërpeshe. Po. Pra edhe Trumpi ka punuar për agendën e futjes së Ukrainës. Po, Trumpi i parë ka bërë shumë gjëra të tilla, ka bërë shumë gabime të tilla. Po, për çështjen e Ukrainës, si duket, do ketë paqe, sepse Rubio, sekretari i shtetit, kërcënoi që në qoftë se ju nuk do bëni këto që ju themi ne, shumë shpejt ne do t'ju braktisim në fatin tuaj. Të bëni çfarë doni. Domethënë kam parë që ka shenja pesimizmi, janë ngritur disa komisione që po punojnë në Arabi Saudite dhe në Stamboll, janë rreth 6 komisione. Ndërkohë do ketë summit në Rom. Ndërkohë evropianët në nivelet larta ushtarake bën një summit në Gjermani ku ngulin për armatosjen e Evropës. Kemi një Britani shumë agresive, kemi një MI6 shumë agresiv që po punon për të shkallëzuar luftën. Çfarë mund të pritet? Trump kishte bërë një status të shkurtër në Truth Social, në rrjetin e tij social. Rregulli i artë i negocimit. Kushtet i vegjë ka arin. Dhe unë them që ai e di mirë se ç'po bën. Ai me atë qëndrim, pra që citove ti që nëse nuk ka përparim të dukshëm, ne dhe mund ta braktisim dialogun për gjetjen e paqes në Ukrainë, është kërcënim për Ukrainën sigurisht. Se nëse SBA tërhiqet, ajo që humbësh Ukraina, jo Rusia. Rusia ka marrë çka pasur për të marrë atje. Rusia tani ka për të firmosur paqen, territoret i mori. Dhe sa më tepër që zgjat lufta, aq më shumë është e rrezikuar Ukraina, nuk është më Rusia. Sidomos nëse një tërheqje e tillë, siç ta do mendja, shoqërohet edhe me ndërprerjen e ndihmës ushtarake. Se përndryshe kur ti s'më respekton si partner, nuk i përfill ato që unë flas në negociata me ty, atëherë shko te Starmer, shko te Macron, te Meloni, merr armë, bëj luftë. Nëse i zotit bësh. Me që më përmende Melonin Kastriot, si të duk vizita e saj në Shtetet e Bashkuara? Çfarë përshtypje të la? E ke ndjekur ndaj çika? Po, e ndoqa sigurisht jam i vëmendshëm për gjëra të tilla. Meloni po e filloi një kështu nga këto konstatime të njerëzore, personale, jo politike, e skuqur flak në takimet me Trumpin. Nuk e di e ke dalluar ti, po fytyra e saj ka qenë e skuqur gjithkohës. Sikur e takonte në mënyrë kortezie në hyrje si në ulur në përbisedime, në atë dhomën ovale të famshme.
Po se e trajtuan si përfaqësuesen kryesore të Evropës edhe ndoshta E ndjente peshën. E ndjente peshën e më të gjorë. madhe se sa Kaloi- mbaj në shpatullat e saj. Kaloi me mjeshtri atë incidentin e vogël që ndodhi gjatë përkthimit që u bllokua ajo përkthyesja që vononte ritmin. Edhe mirë bëri se tek e fundit anglishtja e saj nuk është e keqe. Edhe në vesh dëgjon titullon jo keq. Anglishtja e Melonit, në krahasim atë të Zelenskit për shkakun që është një katastrofë. Zelenski tash ka mësuar anglisht të 2 vjet. Edhe nga kjo anë nuk ishte problem. Problemi ishte ky. Që Trumpi e priti Melonin si sovraniste, si kolegët vet, pra si shok armësh, që besojmë në të njëjtat ideale politike. Se kështu ka thënë për Melonin. Orbanin e ka nga kryeministrat nga meshkujt, të preferuarin Melonin nga femrat. Bukuri. Por Meloni çfarë propozoi atje? As më shumë as më pak atë që duan globalistët. Zërrimin e të gjitha tarifave. Po. Zërrimi i të gjitha tarifave është vdekje e politikave autonome, sovrane në ekonomi. Ti nuk ke më ekonomi sovrane, nuk bën dot politikë, kot e mban Ministrinë e Bujqësisë e të industrisë. Qofse ti s'ke tarifa. Ti do pranosh konkurrencën e lirë, do të vinë bananet do na vinë gjithmonë nga Amerika Latine se si prodhojmë dot, po do vazhdojmë të veshim pantofla të prodhuara në Turqi, plastike, shkrepse nga Libani, qumësht nga Serbia, edhe është e kohë që të flasim për ekonomi kombëtare. Kjo është një përpjekje e Por Trumpit e Trump kemi ishte shumë thënë. inteligjent, e mirë priti, e lau dhe e lyu sistemin e me komplimenta, por në fund i tha, unë nuk e kam me nguti, tha. Do ulemi, do flasim, do të gjejmë një zgjidhje. Më fton ti në Rom, po patjetër do vi në Rom me kënaqësi. Ndërkohë po të çoj zvendës presidentin. I bëni ca bisedime që tani. Po ku goditi Trumpi në mënyrë mjeshtërore, geniale? Unë tha do t'i jap trajtim preferencial, që do të thotë e para njerë nuk ka heqje tarifësh, po ka negocim tarifësh. Do t'i jap trajtim preferencial, pra tarifa më të ulta atij që është kundër Kinës. Pra identifikoj armikun kryesor të perëndimit që është Kina dhe me shumë të drejtë. Po tani e gjithë BE-ja, e gjithë perëndimi kolektiv përveç BE-s, pra Kanadaja, Australia, Zelanda po deshe, po dhe Japonia që ka më shumë peshë, duhet të pozicionohen haptazi me kë janë. Janë me Kinën apo me Amerikën. Se në çështje tarifash, Rusia nuk i prish punë. Amerikës aplikon tarifa dhe Rusia. Halli është që këta globalistët që duan zërimin e tarifave, ndihen më afër Kinës se sa Amerikës. Dhe jo më kot, kryeministri i Spanjës dërgoi më njëherë sinjalen Kinë për bashkëpunim. Dhe jo më kot Xi Jinping tha, hajde të bashkojmë të gjithë bashkë kundër arrogancës së Trumpit, ta thua se sjellja personale e një presidenti ndiko ka marrëdhënie ndërshtetërore. Shiko, për çështjen e tarifave kemi thënë që presidenti Trump kërkon të riindustrializojë Shtetet e Bashkuara, sepse pesha e ekonomisë së Shtetet e Bashkuara është gati 90% ke shërbimet dhe 10% ke prodhimi. Po, Shtetet e Bashkuara janë shumë të zhvilluara në industrinë e shkollimit në shkencat mjekësore, ku gjithë bota vetëm mëson në për universitete. në bankim, Ka shumë të zhvilluar bankingun, ka komunikacionin, teknologjinë e lartë. po ka të zhvilluar telekomunikacionin dhe turizmin. Dhe tash Trumpi kërkon të rrisë dhe prodhimin. Në bujqësi ka disa probleme se janë 2 apo 3 duar të cilat kontrollojnë territorin më të madh bujqësor, ku një nga të cilët është Bill Gatesi, që është i dyti që ka blerë sipërfaqe pafund, dhe qëllimet e tyre janë që të ulin prodhimin bujqësor, pra mënyrën e ushqimit bio në Shtetet e Bashkuara të popullsisë amerikane, ose të mbytin ushqimet me pesticide, produktet bujqësore, ato që do prodhohen, dhe të keq ushqejnë popullin amerikan. Pra ata punojnë për agjendat e depopullimit, nuk e dim si o ta zgjedh këtë Trump. Njëkohësisht industrializimi i Shtetet e Bashkuara nuk ngjan me industrializimin e viteve pas asaj krizës së madhe të bursave të Wall Streetit Të 2008. të 2029. 1929. Dhe sidomos industrializimin vitet 50,
pasi në atë kohë teknologjia kishte një rol të vogël, jo shumë të madh, dhe rolin kryesor e kishte fuqia punëtore dhe në këtë mënyrë punësoheshin njerëzit. Kurse sot teknologjia është shumë e lartë dhe në qoftë se vendi do industrializohet, kjo nuk do të thotë që patjetër do të rritet në masën e prodhimit edhe punësimi. Pra do të diçka do të rritet patjetër punësimi. Po diçka do rritet, po jo nuk do ecin shumë paralel me njëra tjetrën. Ky Jeremy Powell, që është kryetari i Fedit, bëri një deklarat kur Trumpi filloi të fliste për tarifat atë ditën e lirisë që quheti, dhe tha që kjo do të rriste shumë inflacionin. Kjo politikë e Trumpit. Trumpi ka kërcënuar që do ta largojë Powellin nga si drejtues i Fedit me ato instrumentat e veta ligjore që ka, nuk e di çfarë do të ndodhë. Me votën e Kongresit mund ta shkaktojë. Por sa herë që ka një luftë midis Fedit dhe presidentit, ata që kanë humbur në përgjithësi ka qenë politikanët, jo të shohim se çfarë do të ndodhë. Ka humbur Kennedy. Po. Dhe askush tjetër nuk ka guxuar të luftojë me Fedin. Po, desha të bëja një pyetje para se ta mbyllim. Ka vdekur, ka ndruar jetë Papa Francesku para 2-3 ditësh. Unë e di që ka mbi një muaj sa që ka vdekur, por është mbajtur sekret dhe e la mbas Pashkëve. Çfarë mendoni për Papa Franceskun? Për ta si individ, çfarë mendoni që i ka dhënë kishës marrëdhënies së Vatikanit, kishës katolike me besimtarët dhe me politikat që kanë ndjekur në momentet caktuara krizash gjatë pandemisë, rolit i mbështetës ndaj OBSH-s, se s'dua të intimidoj, po t'i kujtoj këto, sepse unë kam mendimin tim. Jo, s'mintimidon sepse edhe mediat ndërkombëtare ma freskuan kujtesën dje, të gjitha pakënaqësitë e mbledhura që kisha ndaj Papa Franceskut. Është shuar si një pap që vinte lante këmbët e të varfërve dhe të smurve, dhe kjo ishte një gjë për të përgëzuar dhe për të lavdëruar. Por njëkohësisht e kemi parë në disa skena ku ai ulet në kontinentin afrikan dhe puth këmbët e një sër biznesmenësh të pasur dhe politikanësh, më duket se në Ghana ka qenë një filmim sekret dhe ka qenë e çuditshme kjo sjellje e tij, por njëkohësisht e kemi parë në atë muzeun, në mos gaboj, të Holokaustit në Izrael, ku kanë qenë një sër personalitetesh me atë kapuçin karakteristik, si quhet ajo, unë se di si quhet. Nuk kam duket apo. Nuk jam i sigurt. Mos ulim kë, mos bëjmë një gafë. Dhe kanë qenë disa gra, me familjet e tyre, si duket, kanë qenë disa burra të fuqishëm dhe disa gra, ose kanë qenë drejtuese të institucioneve të caktuara, nuk e di çfarë ishin ato. Dhe ekziston dhe kjo video ku Papa vinte, ju puthte duart dhe silleshe me një nuk do ta quajja për ulësi, me inferioritet do ta quajja. Shiko, ky pap ka përkrahur politikat e ashtu quajtura të gjelbra. Pra alarmin e rrem të klimës dhe gjoja rikthimin e shëndetit planetit duke eliminuar dioksidin e karbonit CO2. Pra ka justifikuar politikat e depopullimit. Gjitha politikat e gjelbra të ashtu quajtura, që janë politikat ata synojnë të depopullimit. Që janë politikat të zeza vrastare. Depopullim. Ky pap nuk ka thënë një fjalë që u ndalua të mbaj mesha si për Krishtlindjen si për Pashkë gjatë 2 viteve të para të pandemisë. Të pandemisë, këtë drejt. Që nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur as në kohë murtaresh, as në kohë lufte. Ky pap ishte që tha vaccinarsi è un atto d'amore. Të vaksinohesh është një akt dashurie. Dhe unë me drejtë e pyeta në Facebook, po mirë, kur ky akti ndodh pa pëlqimin tim, nuk quhet përdhunim? Se s'është më akt dashurie pastaj. Kështu që keq më vjen sepse ai nuk është më në këtë botë, edhe domethënë s'mund të flasësh edhe më shumë se sa kaq, po ai ka qenë një personazh historik, kështu që gjykimin do ta ketë historik. Gjatë gjithë jetës do gjykohet, jetës që do vazhdojë, për gjithë jetën që ka jetuar dhe aq sa ka jetuar si pap, për gjithë qëndrimet që ka mbajtur. Sidomos
pas ardhes tij, unë kuptova më mirë pse u largua Ratzinger. Sepse është folur shumë, është spekuluar shumë për largimin e tij. Misteri i madh. Ai vet kuptohet që për shkak të pozicionit nuk mund të fliste, po tani është e qartë pse e ka larguar. Sepse Ratzinger ishte në një kuptim, jo në kuptimin e keq të fjalës, integralist, i dogmës së krishterë, dhe do të kishte mbajtur padyshim një qendrim tjetër nga Për Francesco. plandemin. Për plandemin e për të gjitha. Për gjërat e tjera. Edhe ato deklaratat që ai ka bërë, që janë parë si shtrim terreni për legalizimin e martesave LGBT. Disa deklarate që ka bërë afrimi për ta, kush ja mund t'ju gjykoj, jemi të gjithë njësoj, jemi të gjithë barabartë, jeni të mirëpritur në kishë. Francesco. Po. Francesco. Ratzinger nuk i bënte këto. Po. Ka pasur Ky ka qenë një raste abuzimi. neoliberal. Po, ka pasur raste abuzimi të priftërinjve me të mitur. Patyshim që është një gjë shumë e shëmtuar, e neveritshme, e dënueshme. Patyshim që kisha duhet të pastrohet në radhë të saj, nëse ka perveres të tillë. Por jo ama ta kthesh ti kishën në tabel qitjesh, edhe ta shpallësh fajtore për gjithçka. Kastriot, Jo ta kthesh në kaos politike. në rast të një duar shkurt një përgjigje me po ose jo. Në rast të një që ta mbyllim. Në rast të një zgjerimi të një lufte midis Evropës perëndimore katoliko-protestante me Rusinë ortodokse, e shikon dhe si një luftë fetare. Unë s'mendoj që do të ndodh kur kjo luftë. Unë mendoj që pak nga halli, pak edhe nga që do filloj të punoj logjika, europianët do të kuptojnë që Rusia mund dhe duhet të jetë vetëm aleati i Europës. E mendon Jo thjesht që kundërshtar. është një çështje që ka nevojë për logjik apo Nëse Trumpi nuk e vrasin, mund të jetë dhe një plan nga një dorë që i kontrollon të dyja krahët. Se unë vazhdimisht jo, unë mendoj që Trumpi është kokë e pavarur me ato koncesione që të thash që i ka bërë lobit që fut. Por lufta në Europë nuk e do. Më shumë duket Putini si i pavarur sa Trumpi. Patjetër, Putini është i varur nga interesat e vendit vet. Është në shërbim të interesave të vendit vet. Dhe duhet kuptuar dhe respektuar për këtë. Po them, nuk ka një Trump që të do luftë me Rusin, ka ca koka të nxehta në Europë që duan, dhe jo të drejt për drejt, po duan. Edhe Putini ka një farë kontrolli nga shumë oligark çifut që janë në Rusi. Ka shumë oligark. Mund të ketë oligark çifut atje, por nëse ka, janë duke mbrojtur interesat e Rusisë, jo të çifuturisë, sepse ne po shikojmë që përfaqësuesin kryesor po e të fiton tyre luftën. në ushtri Prigozhinin e eliminovi. Dakord, Prigozhini do ta hiqte qafaj sepse Prigozhini u bë pak si shumë arrogant. Po këto emra si duken Prigozhin? Harrova që Prigozhini tha unë do shkoj në Moskë, do marshoj me trupa, si po marshon në Moskë, kush jeti? Këto si të duken Prigozhin, Putin, Lenin, Rasputin, Stalin. Gjysma e emrave të rusëve ashtu mbarojnë. Jo, s'është gjysma të emrave. Po ashtu janë Ilyushin, Kaganilk, ku diun. Gaçanin, gjithashtu mbarojnë edhe Samendin, ose me Viç ose me Ov. Tre mundësi janë. Unë nuk shoh luftë në Europë. Unë shoh luftë në Ukrainë, më fal. Në Moldavi, po, e shoh. Në Gjeorgji, po, ekziston rreziku. Por Rusi, Europë do të jenë luftra civile kështu të brendshme apo rajonale atje? Do ketë ndërhyrje, nëse do lejohet të ndodhin, do ketë ndërhyrje të palëve. Pra, të Rusisë do ketë një zgjerim të luftës. Një përsëritje asaj që po shikojmë në Ukrainë. Nëse do të lejohet të ndodh. Unë uroj që të mos lejohet. Nëse Trumpi nuk e vrasin, nuk ka luftë. Mirë, me këtë parashikim tëndin optimist. Jo, është shpresë, po tash në qoftë nuk e di. Shpresa vdes e fundit dhe unë uroj që të dalë fjala dhe që këta të mos jenë bashkë të gjithë. Të nderuar shikues, po e mbyllim këtu bisedën me Kastriot Çipin. Vazhdoj t'ju kujtoj edhe një herë para se ta mbyllim emisionin, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit që të mos e ndiqni ju, po t'ju ndjek juve kanali nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim në emisionin e nesër.